Momente emocionuese, por edhe tensione janë regjistruar në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, ku ka nisur ceremonia simbolike e martesës mes Selim Bollati dhe Gimbo. Ceremonia nisi me një atmosferë festive, ku nusja dhe dhëndri u shfaqen shumë elegant dhe të emocionuar përpara banorëve. Rolin e kryetarit të bashkisë që do të kryente celebrimin e mori Mateo, duke i dhënë edhe më shumë spektakël momentit. Por ceremonia nuk kaloi pa tensione. Situata u ndes kur Rogerti ndërhyri gjatë momentit kur u bë pyetja klasike nëse kishte persona kundër martesës. Ai u revoltua, duke përmendur faktin se në ftesat e dasmës ishte shkruar: "Shporu Rogert, nuk të duam këtu", gjë që e bëri të reagoj ashpër. Rogerti akuzoi çiftin duke thënë se marrëdhënia e tyre është false, duke krijuar një moment tensioni mes banorëve pikërisht gjatë ceremonisë. Megjithatë, pavarësisht ndërhyrjes dhe debatit, Selin dhe Gimbo vazhduan me dedikime shumë emocionuese për njëri tjetrin. Ceremonia u finalizua me puthjen e çiftit, ndërsa festa e dasmës po vazhdon ende brenda shtëpisë, e ndjekur live nga publiku. Po ju, si ju duk kjo dasmë në BBV? A mendoni se Selin dhe Gimbo janë çift i vërtet apo thjesht lojë për spektakël? Shkruani mendimin tuaj në komente.